Miqtë Prizmës, Sali Berisha dhe Partia Demokratike, po Partia Demokratike Sali Berishës, jo Partia Demokratike, e cila sigurisht është sot në një konvulsion akoma më të habitshëm dhe të çuditshëm se ishte edhe dje. Pra, Partia e Sali Berishës dhe vetë Sali Berisha nuk po përgatiten për datën 11, e kanë harruar. Sali Berisha as nuk e përmend më për datën 11. Ai po përgatitet për datën 12. Bëri të mundur me marrëzit e tij dhe idiotëve që ka në Evropë të bëjë një rezolut të 4 partive atje për manipulimin e zgjedhjeve, se sigurisht Sali Berisha këtë ka shpresë. Akuzën për manipulim zgjedhjesh, pa fakte, pa asnjë lloj procesi mendor normal, duke detyruar që edhe OSBE-ja dhe BE-ja këtu të përgjinjeshtrojnë që sipas Sali Berishës zgjedhjet janë qytani të manipuluara dhe të fituara, sepse as kërkush nuk e shpall, megjithse ka tentuar syri të vë të blej ata që bëjnë sigurisht agjenci që bëjnë sondazhe, as kërkush nuk i ka ardhur të jap fitoren e partisë Sali Berishës, sepse ata nuk mund të diskreditojnë veten, ku diferenca është me 15%. Më e vogla është 10, më e madhe është 20%. As kërkush nuk i vjen. Me gjithë kafat e 6 milionëve që i dolën edhe të një bashkëfshatari nga Tropoja, i cili thot patriotët e Amerikës në thyrje të çdo lloji ligji, me gjithë humbjet e jashtëzakonshme që kishte deri tani familja e Berishës, si në avokatin në Francë edhe në Londër, me gjithë humbjet e jashtëzakonshme të një marrëzie që quhet La Civita, që s'bën asgjë, që s'do të bënte asgjë asnjëherë, sepse sigurisht nuk funksionojnë skemat që vijnë nga Amerika, një vend dhe për një komunist jashtëzakonshëm stalinist si Sali Berisha. Nuk funksionojnë skemat e Shqipërisë mashtore të një marrëzie e cila sigurisht e shef Sali Berishën të ulur në një nevojtore, duke u dhjerë aty realisht, sepse sigurisht kështu ka shkuar edhe puna. Nuk funksionon skema e një stalinistit fundit në Evropë për 11 majin. Nuk ka asnjë shans që të fitojë, që nuk ka në Shqipëri, nuk është majorancë, shumicë stalinizmi, ka vdekur prej kohësh. Folk bolshevizmi në Shqipëri ka marrë fund. Nuk e beson më kërkush stalinistin e fundit të Evropës. Në Shqipëri mund ta besojnë 30%, po jo më tepër se 30%. Mund t'ju pëlqejë dhe mund gënjejnë 30%. Mund t'jetë një idiot si bie fjala stërnipi i një fashisti me emrin Alizoti, e një kolaboracionisti që e quajnë njeriu aristokrat, e quajnë njeriu intelektual, një intelektual që ka qenë kryetar kuvendit të partisë fashiste. Dhe që donte të shftonte edhe mas lufte si kolaboracionistë që ishin kur në Francë, i varrin, dhe në Itali i varrin për kamësh. I gjenin dhe i pushkatonin duke u bërë një gjyq të shpejt aty për aty, se ishin bashkëpunëtor të nazizmit dhe të fashizmit. Kështu ishte edhe stërgjyshi i Alizotit. Njerëz të tillë që sigurisht pastaj thonë dhe t'ju ham gjallë. Imagjino çfarë hanë ta. Kë hanë gjallë ta tipat. Pra Sali Berisha, stalinisti i fundit, përgatitet për datën 12, që ai do kontestoj, sepse ka edhe një nen 8 të një, ose një paragraf numër 8 të një 40 në Dienit e mia, i cili thotë që është përgatitur për Lulzim Bashën, që kush humb zgjedhjet një ditë mrapa me certifikimin e zgjedhjes fitore në një partie që nuk është e tij dhe ka drejtuar Partinë Demokratike, automatikisht do të largohet nga partia, por Sali Berisha nuk do largohet kurrë nga Partia Demokratike,
sepse ai do që t'ju alerë fëmijëve, prandaj ka bërë edhe gjithë këtë shtërsim të jashtëzakonshëm financiar. Tash ju janë mbaruar edhe ato para që sigurisht i kanë vjedhur Shqipërisë, si ai, si i biri dhe si e bia. Janë miliona. Edhe ato para që i ka lejuar dhe pushteti i sotëm, që të fitohen me anë disa apartamente dhe pallate. Nuk kanë më, sepse sigurisht ja han avokatët, ja han la civita dhe ja han të gjithë ato që duan para për t'i rregulluar biografinë së Sali Berishës, e cila nuk mund t'i rregullohet dot. Edhe sikur t'i rregullohet, në Shqipëri nuk ndodh asgjë, sepse askërkush nuk do të votonte një stalinist, një njeri 81 vjeç, që pjesën më të madhe të historisë ti tash e ka të ulur mbi navojtore. Dhe historinë e tij të ulur mbi hale, mbi navojtore, e quhen edhe Shqipëri madhështore. Nuk ka Shqipëri madhështore kur ke shkuar në navojtore. E kam fjalën politikisht. Nuk mund të ketë Shqipëri madhështore kur stalinisti i fundit po rrinë në navojtore. Nuk mund të ketë, se ekziston një Shqipëri e tillë. Është në mendjen e pakicës shqiptarëve, jo në mendjen, dëshirat, mundësitë dhe votimin e shumicës shqiptarëve. Sali Berisha përgatitet për datën 12. E ka pisk punën. Dhe në datën 12 do shpalli intifadën, do thot na grabitën, na vodhën, na mashtruan, kanë vjedhur zgjedhjet, të shprish demokracia, jemi në diktaturë, do tentoj që të mbledhë 2 hora dhe t'i vërzjarin vendit. Por ai e di që tash nuk e lejnë më. E ka qartë që askërkush nuk e lejnë më. E ka qartë që ka dhe partitë tjera që s'kan për të mbajtur të njëjtin qëndrim, e ka qartë që edhe Perëndimi nuk man dot të njëjtin qëndrim, e ka qartë që ato 4 parti që kanë bërë një rezolut që ka përgatitur Partia Demokratike dhe Sali Berisha do t'i kthejnë shpinën, dhe që nuk i pyet kërkush as për lash as për balash, sepse sigurisht në Bashkimi Evropian janë shtetet mike dhe janë ata që duan ta integrojnë Shqipërinë, jo ta shkatrojnë si 97 në Shqipërinë. Ta lënë dorë Sali Berisha që të bëj çfarë doj ai, duke hedhur fshatra si gërdeci në erë, duke hedhur dhe vrarë protestues të pafajshëm në bulevard, duke kthyer vendin në gropën e 97-s, duke shkatruar ushtrinë dhe duke grabitur njerëzit, duke e bërë lazarat dhe njëkohësisht duke e kthyer në padrejtësinë më të madhe demokratike të rajonit. Stalinisti i fundit po përgatitet për 12 majin, jo për 11 majin. Stalinistat kanë humbur përfundimisht në Shqipëri. Folk stalinisti i fundit që quhet Sali Berisha nuk ka datë 11, por ka datën 12. Dhe kjo datë 12 do të shënojnë edhe humbjen e tij përfundimtare. Pavarësisht nëse ai do veproj apo nuk do veproj. Nuk do ketë më rëndësi. Shqiptarët do të jenë të qartë me datën 12 se çfarë do të ndodhë me Sali Berishën. Dakord, miqtë e mi?